Nisja e sesionit parlamentar ktheu përplasjen mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës, ndërsa në furtore opozita dhe mazhoranca qanë hallet në shtëpinë e kundërshtarit. A i njëni jo socialist, kush është kjo zonë? Kush është kjo tjetra? Kjo tjetra kush është? I njëni apo jo? Bashkë qytetar, socialist, antar të Partisë Socialiste, a i njëni kush janë ta? Qa janë? Qfar janë? Janë kukullat e këti. Ministre kujt është? Qfar është? Qfar ka bërë për këtë vend? Nga vjen? Pa pik turpi, kthehet thot kush jeni ju, po ky kush ishte kur erdhi? Nga erdhi ky? Nga erdhi ky që akoma s'dihet e ka mbaruar se ka mbaruar shkollën. Dihet botërisht kush ja bën. Edhe listat e deputetëve, edhe kryesinë e Partisë Demokratike. E ka bërë Partinë Demokratike kash dhe koqe dhe vjen këtu edhe qanë hallin e Partisë Socialiste. Ky. Vëmendje të veçantë dy krerët e opozitës i kushtuan ish ministrit të financave Erben Ahmetaj. Morën vesh, po kishim takim me delegacionin zyrtar, na i treguan, aty e kishe kompaninë, të regjistruan parajs fiskale. Hapa sapi. Beni, të dua shumë, por do të marrin qafë si që të mori. Të mori firmën dhe të shiti si që shkarkoj ministrin e brëndshëm brënda natës, pse i arrestoj Vangjush Dakon. Rama replikoi edhe me kryetaren e LSI-s, Monika Kryemadhi, të cilës i referohet me titullin doktoresha e shkencave. Vetmja shkencë që ajo njefë shkenca e filxhanëve, për të parë fatin dhe për të thënë shqiptarëve që unë kam dhe pak muaj jetë. Këta nuk vinë më këtu dhe atje, sa tjetë Partia Socialiste e Shqipërisë. Lulzim Basha kërkoi miratimin e platformës së opozitës, pjesës së cilës është dhe vetingu i politikanëve, ndonse kjo nismë e demokratëve u rrëzua nga Komisioni i Venecias. Në të kundërt, kreu i PD-s paralajmëroi kryengritje. Partia Demokratike dhe opozita ka një dhe vetëm një mision. T'i prinë qytetarëve, të bëhen zot të fateve të tyre, të bëhen zot të fateve të këtij parlamenti dhe të kësaj qeverie përmes një kryengritje demokratike popullore për t'i dhënë fund regjimit të këtij marrë psiqik. Demokratët larguan nga salla me të mbaruar fjalën kryetarit të tyre, ndërsa Edi Rama tha se i gjente protesta e studentëve, arsyet e ligjërimit të ashpër të opozitës. Protesta e studentëve këtyre ju dhanë mesazhin që nuk ju shikojmë dot me sy. Protesta e studentëve u tha që nuk ekzistojnë si alternativë. Dhe prandaj kur broçkullisin këtu, e sjellin gjithmonë më shumë gjuhën aty ku gjuha nuk mund të shkojë në një sistem demokratik, tek dhuna, tek konfrontimi, tek përplasja. Në mbyllje të seancës, parlamenti miratoi me 78 vota dekretin presidencial me emrin e Edi Ramës si ministër të jashtëm.